Ordinanca shëndetësore Eureka dhe kemi nderin që të bisedojmë me zotëri doktor Ismet Muratin rreth temës së cigareve dhe për këtë shkak unë vendosa që t'i parashtroj një pyetje të na tregojë për ndikimin e duhanit te të rinjve te popullata në përgjithësi. Në fillim t'ju përshëndes të gjithëve, t'i përshëndes shiqëuesit e televizionit Tuskana dhe të gjithë të tjerët që janë të interesuar dhe që të ndjekin këtë emision. E përshëndes iniciativën tuaj për një emision të këtillë, që unë do ta kuptoj këtë në suazat e mbrojtjes shëndetësore të rinisë në rend të parë dhe të popullatës tjetër në përgjithësi. Prandaj, me të vërtetë, një iniciativë e këtillë dhe iniciativa të tjera në këtë drejtim janë për t'u përshëndetur. Dhe gjithashtu falenderojmë që erdhët në ordinancën time dhe që kërkoni mendimin tim në lidhje me këtë pyetje. Unë do t'ju them se duhani përgjithsisht është një bimë industriale e cila rritet, kultivohet dhe këtu tek ne në Kërqovë, sidomos më para, tash më pak ose hiq, por në disa komuna tjera përreth Kërqovës, Makedonski Brodit, e Prilepit, e Manastirit, e Krushevës, e kështu me radhë, atje kultivohet me të madhe dhe thjesht njerëzit jetojnë prej duhanit. Do me thanë, ja që ka dhe të mira prej duhanit, e jo vetëm të këqija, por fatkeqësisht përsëri do t'ju them se prej duhanit ka më tepër të këqija se sa të mira. Duhanin, aty krijohet monooksidi i karbonit, jo dioksidi, por monooksidi i karbonit, i cili është një gaz shumë i rrezikshëm dhe vdekjepros. Përveç kësaj që është aftësia e këtij gazi, e monoksidit karbonit, është shumë më e madhe, është disa herë më e madhe se sa aftësia e oksigjenit për t'u ngjitur në grupin hem, do me thënë në hemoglobinën e gjakut. Prandaj, me këtë rast, monoksidi i karbonit i zen disa vende ku duhet normalisht të lidhet oksigjeni. Dhe automatikisht, me këtë kemi saturacion më të vogël ose ngopje më të vogël të gjakut me oksigjen se sa tek një person tjetër i cili thith ajër dhe nuk pi duhan. Po them e thith ajrin pa tymin e duhanit. Një gjak i këtillë, çka bën? Qarkullon në përgjithë organizmin, në përgjithë trupin. Dhe me që oksigjeni dihet se e freskon trupin e njeriut, atëherë një oksigjen i vobektuar do të krijojnë se them një në trurin e njeriut një marramendje, do të krijojnë një plogështi të përgjithshme dhe dal nga dal ai person nis dhe disa gjëra, në disa smundje, në disa simptome të smundjeve që janë karakteristike pirjes së duhanit. Vetë katranet që lirohen me rastin e thithjes së duhanit në rrugët e frymëmarrjes, në bronket, bronhiolet dhe në sakuset ku krijohet këmbimi i gasnjave, shtresohet. Kështu që në ato vende krijohet një bazë shumë e mirë për rritjen e bakterieve të ndryshme dhe për krijimin e një bronhiti, një ndezje të rrugëve të frymëmarrjes, dhe kemi karakteristikët e duhanxhit, bronhitin kronik të duhanxhive, të cilin thjeshtanon është gati e pamundur që ta shërojmë. Në momentin sa që bëhet më mirë, vazhdon pimja e duhanit dhe nis përsëri bronhiti. Rastet e këtilla është problematike për t'i shëruar. Gjaku i vobekt me oksigjen, do me thanë, në vendet e hemoglobinës ku është lidh monoksidi i karbonit, duke qarkulluar në organizëm, bën damtimin e organizmit dhe konkretisht
bën damtimin e disa organeve shumë të rëndësishme për jetë. Në rend të parë, trunit, zemrës, veshkëve, enëve të gjakut, të palcës së ashtit, të palcës së kocit, aty ku krijohet loza e eritrociteve, leukociteve, do me thanë të elementeve të ndryshme të gjakut, dhe aty ku krijohet imuniteti i përgjithshëm i organizmit. Do me thanë, i damton edhe këto gjana. Në fillim e caktova, e thash të ri dhe të rejat. Të rejat ndikon edhe në organet reproduktive, ndikon edhe të meshkujt, por të vajzat një qik më tepër. Prandaj duhet të ruhen pak më tepër nga pirja e duhanit se sa mashkujt, duhet të gjithë të ruhen. Çka ndodh me trurin që nuk ka mjaft oksigjen? Ndodh një mrekullim e përgjithshme. Kjo ndikon në zvoglimin, do me thënë, zvoglimi i freskuar i trunit, krijon edhe, faktikisht damton edhe disa funksione psikike të çdo personi. Bën marramendjen, bën që personi i cili gjatë kohë pi duhan të mos mund të kujtohet në do gjana, do me thënë, ndikon edhe në kujtesën e atij personi, ndikon në jetën psikike të përgjithshme të atij personi. Natyrisht, të nxënësit mësimi, që është shumë e rëndësishme në rend të parë, mande edhe në jetën sociale ndikon. Pse një i ri, një nxënës që pi duhan, duhet mëshiret prej babës, prej nanës, prej të tjerëve, dhe ndodh që shpeshherë të mos ketë holla sa duhet që të blejë edhe cigare, por duhet të gjendë një mënyrë të shkurtojnë nga ushqimit, të shkurtojnë nga jeta tjetër rinore, ose të mos them edhe të vjedhë në një para për të ble duhan. Ja, do me thanë, se sa ndryshime ndodhin tek një i ri me përdorimin e duhanit. Gjë që është karakteristike kjo edhe për përdorimin e drogës, ma që edhe duhani është një formë, një lloj i drogës. Çka ndodh më tutje përveç trunit? Në enët e gjakut bëhet shtrësimi i nikotinës dhe i katraneve të ndryshme që lirohen. Dhe ena e gjakut normale, duke u shtresuar këto katrane, e humb elasticitetin dhe vjen dal nga dal duke u ngushtuar. Me vetë ngushtimin, qarkullimi i gjakut në atë pjesë, në atë enë të gjakut, është shumë më i vogël, ka raste ku mund të vinë deri në mbylljen, obturacionin e asajnë të gjakut dhe të vinë deri te infarkti në zemër, të vinë te infarkti në tru ose në organe tjera në organizëm. Por tash të mos keq kuptohemi, nuk është duhani vetmi faktor për ardhin e infarktit, tu është kolesterina, mënyra jetës e kështu me radhë. Por duhani është një ndër faktorët dhe atë shumë të rëndësishëm. Me vetë damtimin e enëve të gjakut, zvogëlohet qarkullimi dhe separacioni, ndarja e gjakut nëpër organet e ndryshme. Ka raste kur organet më të imta, shpeshherë të duhangjit më të mëdhej dhe më të moshuar më tutje, që dhe të mbyllen krejtësisht. Dhe ndodh shpeshherë që pjesët e trupit, sidomos gështit, kamët dhe pjesët më të larguara të qarkullimit, ta ndryshojnë shpeshherë edhe ngjyrën. E kretë kjo është pasojë e damtimit të qarkullimit, do me thënë e damtimit të enëve të gjakut. Si që tham, enët e gjakut, sidomos kapilarët mbyllen, por këtu duhet të cekim, tham pak më parë, se nikotini e damton edhe palcën e kocit, është vendi ku prodhon elementet e gjakut. Me që palca damtohet, atëherë kemi një prodhim të zvogëluar të eritrociteve dhe shpeshherë ndodh që të rit duhangji t'i shohim pak më të zbehtë se sa shokët e tyre që nuk pijnë duhan. Në këtë mënyrë krijohen anemi të ndryshme ku kemi zvoglimin e eritrociteve dhe të pjesëve dhe të elementeve të tjera të gjakut, por
Gjithashtu me rëndësi këtu duhet theksuar se në këto raste kemi edhe zvoglimin e imunitetit, do me thanë të vetë mbrojtjes së organizmit, prandaj ndodh që shpeshherë këto të rinj të smuen nga gripa edhe nga smundje tjera banale, më shpesh se sa shokët e tyre. Gjithashtu duhet të kemi kujdes, sidomos tash në sezonën e dimnit, për mbrojtjen e shëndetit ton, për duhanit dhe për smundjeve të ndryshme, që të mos rrim shumë, të mos rrim kohë të gjatë në ato vende të mbyllura dhe ku pihet duhan shumë. Ajo është me të vërtet mjaft e damshme dhe ndikon që gripi dhe smundjet tjera banale të paraqiten shumë më shpejt dhe shumë më shpesh tek ato persona. Duke përfunduar këtë temë, e cila është, ju lutemi, jashtëzakonisht e gjarë, por unë me shumë pak fjalë dua t'ju them ato gjërat negative të duhanit, do ta them edhe ndikimin e duhanit te shtatzania. Është kjo karakteristike për vajzat e reja të cilat do të martohen dhe nesër do të jenë nana. Me që nikotina ka karakteristika dhe cilësi të tilla që ta kaloj barierën placentare, do me thanë mund të hyjë edhe në qarkullimin e gjakut tek fëmia i cili zhvillohet në mitrën e nanës, në barkun e nanës. Prandaj është e preferueshme që edhe nëse kanë pirë duhan vajzat, në këtë periudhë ta lejnë duhanin, të mos pinë duhan, nga shkaku se siç e shifet kjo e damton mjaft edhe vetë nanën, por edhe vetë fetusin, fëmijën që rritet në barkun e nanës. Sa që ka të dhëna shkencore se gjërat të këtilla mundet të ndikojnë aq keq tek fëmia, sa që të vinë edhe në mangësi të ndryshme të zhvillimi i fëmijës dhe të lindë një fëmijë, do me thanë, me të mbetura të ndryshme. Një këshill e përgjithshme për të gjithë: mos e përdorni duhanin, keni vrejtur edhe vetë se në për paqetet e duhanit shkruan se duhani e rrezikon shëndetin tuaj, prandaj edhe prodhuesi i duhanit nuk merr asnjë përgjegjësi ndaj shëndetit tuaj. Sigurisht keni lexuar kohëve të fundit se disa kompani amerikane të prodhimit duhanit janë të dhënë në gjyq për atë, por ato mbrohen me atë se na ju themi duhan pirësve, përdorësve të duhanit, që mos e përdorni se ai e damton shëndetin tuaj. Dhe unë me plot përgjegjësi, si mjek, ju them, duhani e damton shëndetin tuaj. Sa më larg prej tij, mos harroni, duhani është helm, si shumë helme të tjera. Unë ju falenderoj edhe një herë, ju përshëndes të gjithëve, të gjithë shiquesit që shiquan këtë emision dhe të gjithë ato që duan diçka më tepër të dinë, mund të paraqiten dhe këtu në ambulant, mund të bëjnë edhe pyetje të ndryshme në vende të ndryshme. Dëshiroj që emisionet të këtilla të ketë sa më tepër, ky është për mua një emision edukativ. Ju falenderit. Dhe ne ju faleminderojmë zotëri Ismet për këto këshilla që shpresoj se sado kudo do të ndikojnë te rinia që t'i shmangin duhanin, të mos e pinë duhanin, dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë në sferat e medicinës dhe shëndetit. S'ka problem, unë ju them se kur të ju duhet diçka, mund të vini këtu, mund të më thirrni në studion tuaj, mund të organizojmë edhe emisione të hapura direkte drejt për drejt ku do të bënë pyetje në atë moment, edhe me mjek të tjerë të specialiteteve të ndryshme. Unë të gjithë këtë që e thash nisim edhe nga jo se dikush e din, dikush jo, merrem me mjekësinë sportive dhe di se sportistët janë pjesa më e shëndoshë e çdo popullate. Prandaj me plot përgjegjësi e them këtë çka e thash më parë. Faleminderit.